Ka vizhuar përplasja mes Angelos dhe Senos në Big Brother VIP Pens, pasi ky i fundit i ka hedhur një karkalec në trup moderatorit. Angelo nuk ka reaguar pasi i ka hedhur karkalecin në trup duke qëndruar i qetë. Gjatë debatit, Angelo i ka thënë Senos që është një zero dhe se nuk është Big Brother të jesh banakjeri, pasi Seno është vendosur nga lideri i shtëpisë të ketë në kujdestari banakun për ta pastruar dhe për ta mirëmbajtur atë. Angelo: "Ik pastro, pak banakun, më bëj një kafe." Seno: "E meriton, se unë i bëj të tjerëve kafe, po ti se meriton." Angelo: "I e thjesht një zero, të kanë lënë detyra në një banakjeri që e kërkove vetë." Seno: "E kam me qejf dhe do e hap edhe jashtë." Angelo: "Big Brother nuk është të bësh banakjerin." Seno: "Fytyrën tënde do e bëj që nuk lejohet, do ta bëj me një kryq të madh." Angelo: "Nuk është Big Brother të bësh banakjerin." Seno: "E bëj me qejf."